Ish pjesëtar i njësisë speciale të policisë së Kosovës, Arbënor Spahiu, është liruar nga paraburgimi në Serbi, ku mbajt që nga 9 qershori dhe u kthye në shtëpi në Kosovë, të premten para mesnatës. Gruaja e tij, Jeta Spahiu, ka publikuar një video emocionale nga kufiri ku doli për ta pritur. Pas kaq shumë dhimbjesh e netëve pa gjumë, pas gjithë asaj bare që bartej vetëm atje brenda, sot më në fund je në shtëpi, shkroi ajo derisa në videon e publikuar shihet duke përqafuar. Spahiu u mbajt në qytetin verior të Serbisë, Subotic, nga 9 qershori, kur gjykata në këtë qytet urdhëroi paraburgosin e tij gjoja për kryerjen e veprës penale, vrasje rënd, në fshatin Banjsk në veri të Kosovës. Lirimin e tij e konfirmoi Ministria e Jashtme e Kosovës, e cila falenderoi institucionet e vendit dhe ato ndërkombëtare për rolin e tyre në lirimin e Spahiut. Bashkëshorti im u lirua më në fund, pas kaq shumë dhimbjesh, pas kaq shumë netëve pa gjumë, pas gjithë asaj bare që e mbajti vetëm atje brenda, sot më në fund je në shtëpi, nuk u dorëzove asnjëherë, sepse e dija që e vërteta jon do të fitonte. Mirë se erdhe dashuria ime e Jetës, ke përjetuar shumë, ke hequr më shumë se çdo kush mund ta imagjinoj, por ja ku jemi sot, bashk, më të fortë se kur. Fundi i dhimbjes është fillimi i lumturisë, ka shkruar ajo ndër të tjera në këtë postim në rrjetet sociale.